Nuk është normale, kur ne bëjmë një rezolut dhe themi jemi me perëndimin, kur kjo qeveri nuk sillet si perëndimore. Edhe mora rastin e banorëve të Rrjollit. Ne kemi parë çka ka ndodhur atje. Kanë 2 muaj që protestojnë për drejtën e pronës atje. Rrihen dhe nga polici private, keni parë të maskuar me shkopa gome, fiks si këta gardianët e gardës Iranit, që bëjnë dhe një të gjë tek vendi i tyre atje në Iran. Pra kjo nuk shkon. Nga një anë themi që jemi me perëndimin, dhe nuk sillemi si të tillë, nuk sillemi si Edhe perëndimor. fundi për të përfunduar, vetëm nuk është fundi se do diskutojmë. Pak ditën përpara, dhe që ajo i ve ka pakun, dhe kjo është thelbi i çështjes mendoj unë, që në provën e parë që pati kjo maxhorancë, me të parën ministër në detyrë që erdhi akuzën së paku me zonjën Belinda Balluku, çfarë bën? Vun vetën, ndaluan imunitetin dhe duke na sjellë një kosto të madhe me perëndimin që do shikohet në advancë. Pra, nuk ka kuptim kjo që ti të dalësh si një servil thuash, u jam me perëndimin dhe këtë të sillesh si jo perëndimor. Megjithatë, zoti Panariti, ishte udhës, kujt i shërben fakt? Që po të shumë që ishte udhës, po mënyra se si u realizua ishte shumë infantile, cinike, u përjashtua në mënyrë paradoksale opozita, e cila e kishe bërë me kohë të qartë qëndrimin e saj ndaj Iranit, ndaj këtij shteti terrorist, pra nuk ishte nevojshme që me një truk procedurial, pra ta vije opozitën më para faktit kryer që duhet të shkelte rregulloren ose nuk u la dhe hapësirë për ta diskutuar, sepse parlamenti është për ta diskutuar që dhe formalisht, pavarësisht se qëndrimet e palëve dieshin, ne ditë që qëndrimi i klasës politike në këto çështje nuk ka qenë divergjent, ka qenë konvergjent, por u bën në mënyrë qesharake, dhe ajo që tha zoti Kapri, po që se do të ishte parimore dhe pa kalkulime të përfitimeve politike, ky miratim do të kishte ndodhur që në datën 29 janar kur Bashkimi Evropian Pse mendoni se ka kalkulime politike këtu? Po ka kalkulime politike sepse mori flamurin e të qenurit i vetëm në parlament që pati luksin të votonte me 79 vota, ku mundet me pak vullnet edhe me pak kompromis ishin votuar me 140 vota. Pa dyshim dhe jepeshe një mesazh më i fortë. Madje mund të ishte edhe një shenjë të një relaksimi të klimës së polarizuar, sepse për këto çështje ku nuk kemi divergjenca, se për çështje të tjera divergjencat janë të thella, të pa kapërcyeshme, sidomos për çështjet e drejtësisë, por këtu s'ka divergjenca. Mund të ishte për deri te enden që ka seancë prapë, që të ishte atëherë kush ishte thelbi përkundër, prandaj e quajta infantile, cinike dhe me kalkulime të një përfitimi afatshkurtër, madje fare përfitim se nuk është se nuk e din se kush është thelbi i këtyre gjërave. Po, a ishte e nevojshme? Po, ishte nevojshme. Mënyra se si u paraqit dhe si u votua ishte jo e duhura.